Përshëndetje, sot do t'ju tregoj se si të bëni një sanduiç super të shëndetshëm. 2 patate të ëmbla, do na duhet kjo qëruesi patates, edhe djath. Do t'i hedh në një enë dhe do t'i marinoj me pak vaj, do t'i hedh pak krip, edhe pastaj edhe pak piper. Do t'i hedh djath dhe në momentin që do shkri djathi, do kemi edhe lidhjen e, si të thuash, petës. I kam vendosur pasi u poqën pra patatet me djath, i kam vendosur një letër dhe e kam kthyer pjesën e petës. I vendosin djathin e shkrir, pra salçiçet, perimet unë i kam larë, domatet siç ja u kam thënë janë një mas, specat po ashtu. Do t'i hedhim edhe sallatën, do t'i hedhim edhe djathin, edhe do t'a përthyem petën për t'a bërë si tip sanduiçi. Ja ku e kemi, e kam prerë dhe e kam shoqëruar me kos edhe me pak lule shtrydhe, një gjë më të shijshme që mund të provoni.